13 janar. Ngriuni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt për të fokusit. Do të kem një intervistë të posaçme nga Adriatik Llapaj, direkt nga bulevardi, duke pasur nga pas zyrën e ishme me të Sheut dhe përballë zyrën e Enver Hoxhës. Por në fillim do doja të ndaja me ju një artikull që ambasadori Bolton sapo ma dërgoi sot mëngjes, kam komunikuar duke më thënë që besoj se kjo mund të jetë me interes. Artikulli është një esej ambasadorit në New York Times. Dje Edi Rama tregoi edhe njëherë që është delirant, i zbrazët, dhe siç më shkruan një nga shikuesit pasionant fokusit, ne nga jugu, thot ai, fuqia bosh, kur rokulliset në sokak bën shumë zhurmë. Kjo shkon fix. Se si mund bësh karshillik me përfaqësuesin amerikane, duke përmendur Kinën, kjo tregon që je një delirant me problemet më mendore. Kur shqiptarët janë vendi më pro-amerikan dhe duhet të jetë më mirënjohës ndaj Amerikës. Nga Kina mund të ketë përfituar jati Edvin Ramës, Xhaxhai i nënës tij Spira Kolega dhe të gjithë kinezët dhe kinezërit anti-shqiptare. Kur Kongresi kaloi atë paktin për Ballkanin Perëndimor, thuhet që përparësia kryesore është largimin e Moskës, aleatën shpirtëror të jatit të tij dhe të Kinës. Kinezët kanë investuar $100 miliard në Ballkanin Perëndimor. Amerika e ka prioritet t'i largojë. Rama kërkon të viktimizoj veten, ta paraqes sikur është i viktimizuar sepse ka delirin e një lideri të madh. Unë jam me Macron, unë jam me BE, unë jam me Kinën, dhe me njërë shkon në puthet në Abu Dhabi me Vučić, ose Vučić. Rastësi, janë ata të paangazhuarit e Titos dhe të Hoxhës, agjencitë ligjzbatuese, ata që mbështesin hapta spakun, ata që morën kaloshin dhe i shtrënguan duart në Kashpatelin, e din pse Rama shkon në vendet arabe. Pastron milionat e miliardët dollarëve të vjedhur nga djersa gjaku shqiptar. Janë aksionet e fsheta që ka te Kastrati, tek Mane, kudo, që kërkon të shes të arabët. Kujton ai se këta nuk din, dhe kujton se do të shpëtoj duke patur iden se ka bler Kushnerin Ivankën dhe se do të ha një dreko dark me Ivankë Trump, edhe me Luigjin e 16 është dreka darka fundi i Ramës dihet. Nuk uroj të përfundoj si një nga miqtë e tij deri në vetvrasje politike, personi që ka shkatruar çdo gjë shqiptare. Dhe kërkon të bësh karshillik me një kompani amerikane që s'ka asnjë investim këtu, sepse amerikanë është dhe vllai yt që ju ngatruar e diti me xibrakët. Dhe aq më tepër është një industri që non-stop nga doni madh. Revolucioni i erës, mullind me erë për të krijuar energji. Tropoja, aty ku do të ndërtohen, në qoftë se ndërtohen, ato mullind me erë, zogj do të ngordhin. Dhe ajo zonë nuk do të flej kur e qetë gjumë, sepse ka probleme. Ndaj Trumpi mati ka ndaluar. I kthejmë edhe një herë SS që më dërgoi ambasadori Bolton. Ai shkruan që unë nuk e shpika shprehen ndryshim regjimi, por e njoh kur e shoh. Dhe ajo që po ndodh në Venezuelë nuk është ndryshim regjimi, thot ambasadori Bolton. Përkundazi, ajo kujton aspektet pushtimit të gjirit derrave, Big of Bay, dhe dështimin e përpjekjeve për ndryshim regjimi atje. Është fjala në Kubë. Në vitin 61, administrata e presidentit Kennedy vendosi të vazhdonte me sulmin e planifikuar të Eisenhowerit në Kubë, megjithse dukshëm i zvogëluar. Qasja e Eisenhowerit nuk garantoi sukses, por modeli i reduktuar i Kennedyt, megjithse historik, ishte i dënuar që nga fillimi. Masat e marra në gjysmën të rrugës nuk patën sukses atëherë dhe nuk do të kenë sukses
në Venezuelë sot, thot Bolton. Si rezultat, regjimi Castros mbetet në pushtet në Havanë. Vite nga tani, a do ta mbajë ende pushtetin regjimi Chavez Maduro në Caracas? Nëse presidenti Trump nuk ndryshon rrënjësisht stilin e administratës së tij të krijimit gjërave si pasparimit, ndërsa ecën përpara një preferencë për veprim të hapur, me sa duket pa përgatitje intensive, bashkëpunim të ngushtë me opozitën, që qëndron në themel të çdo shansi real për të patur sukses në rrëzimin e një regjimi armiqësor. Kjo mund mos arrijë kur ndryshimin e regjimit. Largimi i Maduros ishte plotësisht i duhur, i arritur nga një operacion i shkëlqyer ushtarak që çdo kundërshtar amerikan do ta shikojë siç duhet. Trump më pas njoftoi në mënyrë të habishme se në Venezuelë ne do të drejtojmë gjithçka. Do ta drejtojmë, do ta rregullojmë, do të kemi zgjedhje në kohën e duhur. Gjëja kryesore që duhet rregulloni është një vend i shkatruar. Sekretari i Shtetit Rubio u përpoq të anulonte menjëherë fjalët e Trump duke thënë nuk është drejtim, është drejtim i politikës në lidhje me këtë. Sa do të zgjasë gjitha kjo? Sipas Trump, ndoshta për vite me radhë. Vetëm koha do ta tregojë, tha ai në një intervistë me New York Times. Çfarëdo që ka dashur të thotë Trump dhe zoti Rubio, lejimi i mbetjeve të regjimit Maduros, Deep State, nëse ka pasur ndonjëherë tillë, për të ruajtur autoritetin, qoftë dhe përkohësisht, është një gabim potencialisht katastrofik. Argumenti kryesor i zotit Trump për mbajtjen e diktaturës është sigurimi i stabilitetit të Venezuelës në mënyrë që të rregullohet në thonjza vendi. Çfarë qëllimi? Zoti Rubio informoi anëtarët e Kongresit me një proces me 3 faza: stabilizimi i vendit, rimëkëmbja dhe rindërtimi i shoqërisë civile për kalimin në një qeveri demokratike. Këto faza për t'ju afruar normalitetit janë të arsyeshme, por të veprosh sikur njerëzit e Padrino Lopez, ministri i mbrojtjes, apo Rondon, ministri i brendshëm, do të ndjekin me përulësi planin e lojës zotit Trump për vitet që vjen, është një iluzion. Nëse Washingtoni do të angazhohej me opozitën më herët, në mënyrë më efektive, mund të kishte gjetur dhe shfrytzuar shumë qetësisht çarjet brenda regjimit Maduros, pasi ai u rrëmbye. Nuk ka asnjë shenjë që kjo do të ndodhë, por ende nuk është tepër vonë për të dalë nga prapa dhe për të fituar. Zoti Trump nuk i përmësoi gjërat duke shpërfillur fituesin e çmimit Nobel, Marina Corina Machado, si dhe të gjithë opozitën venezueliane, si të pamjaftueshme të respektuar ose të afta për të drejtuar dhe një administratë e përkohshme për të përgatitur kthimin e qeverisë kushtetuese dhe përfaqësuese. Venezuelanët mund të kenë mendrime të ndryshme. Në zgjedhjet e vitit 24, të vjedhura nga Maduro, Machado ishte zgjedhja dërmuese e opozitës, larmishme dhe shumë e diskutueshme. Por gjykata e lartë e Venezuelës, e cila është mbushur me besnik Maduros, e shikoni paralelen me gjykatën kushtetuese të Ramës, e ndaloi kandidaturën e saj. Edmundo González, pak u njohur, u bë kandidat zëvendësues dhe sipas disa vlerësimeve fitoi 70% votave popullore. Pavarësisht nga përpjekjet me bandat të motocikletave, kolektivos, për të friksuar dhe shtypur votën e opozitës. Kështu shkruan Bolton të New York Times dhe paralelet janë me Madurën e Shqipërisë. Machado është planifikuar të takojë Trumpin të njëjtën. Ndoshta ajo mund të arrijë më shumë se sa thjesht se t'ia dorëzojë medaljen e saj Nobel. Operacioni i Amerikës në Venezuelë mund të shkojë në një drejtim tjetër. Pse e braktisi zoti Trump
qasin e tij të vitit 2019 ndaj opozitës, kur atëre njohi Juan Guaidon si presidentin e përkohshëm legjitim të Venezuelës dhe duke mbështetur atë fuqimisht përmes sanksioneve dhe duke mobilizuar mbështetje ndërkombëtare. Financial Times raportoi se përpara kapjes Maduros, zëvendës presidentja Rodriguez ishte parashikuar si kreu i një qeverie kalimtare në bisedime sekrete që vllai i saj, politikan Jorge, pati me Washingtonin vitin e kaluar për një të ardhme pas Maduros. Dhe Maduro kishte pranuar që të ikte në mërgim. Kjo ishte loja. Se kush e zhvilloi atë dialog nga qeveria amerikane, ka mundësi që të ketë qenë Rubio. Rubio ka zhvilluar diskutime vetë me Rodriguez që nga kapja Maduros. Por është e paqartë nëse ajo ishte bashkëbiseduesja e preferuar e Rubios. Pra, ta parafrazoj, them që zoti Trump e do diktaturë. A i thjesht urren një diktator të veçantë, Maduron. Duke u ngjitur me Rodriguezet, Jorge është presidenti i Asamblesë Kombëtare, generali Lopez dhe Cabello, lëm të kuptoj se kjo klik do të ndjek urdhrat e Washingtonit dhe më pas do të zhduket në errësirë. Përkundrazi, përparësia kryesore për regjimin e Maduros është vetë mbrojtja, e cila është e ndryshme nga parafrimi me presidentin amerikan ose angazhimi nga kërkesat e tij. Administrata padyshim po përpiqet të nxjerrë besnikëri nga ushtria, policia, kolektivët. Raportimet ndryshme tregojnë se fraksioni Rodriguez po shtyp opozitën dhe kërkon të mbajë pushtetin e tij. Paralele ka dhe në Shqipërinë. Çdo ditë që kalon, i mundson regjimit të forcohet si dëshmi një shtypje të përhapur në rritje, duke përfshirë kërcënime të përsëritura nga ata që quhen kolektiv kundër civilëve të Venezuelës, me shpresën të friksojnë ata që të mos veprojnë. Siç pritej, këta dhënues të rinj e paraqisin një fytyrë të qeshur Trumpit, duke njoftuar lirimin e të burgosëve politik, përfshirë të paktën 5 qytetarë spanjoll që do kthehen në Spanjë. Trump po shpall në mënyrë efektive fitoren, duke thënë se vala e dytë e sulmeve ushtarake amerikane e kërcënuar më parë nuk është e nevojshme. Dhe madje po shqyrton rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike. A mbani mend Shqipëri kur një javë përpara se të ndodhin zgjedhjet e 91-shit u hap ambasada amerikane, për amerikanët ishin të gatshëm të bashkëpunonin me Ramizalin? Më rëndësishmja për çdo shans, thot Bolton, për ndryshimin e suksesshëm të regjimit, është që Washingtoni të zbatojë një blokadë pa përjashtime mbi dërgesat e naftës brenda dhe jashtë Venezuelës. Mosveprimin në këtë drejtim do të ishte një tjetër gabim i rënd. Një shembull i dëshirës intensive të Trump për të pretenduar fitoren shpejt për kredi politike brenda vendit këtu në Amerikë. Ne patëm mundësinë, thot Bolton, të ndihmonim opozitën të largonte këta udhëheqës, por u tërhoqim nga sfida. I kombinuar me efektet e pak shmangshme dekorajuese të përbuzjes Trump, opozita është sigurisht e demoralizuar dhe nuk ka gjasa të ndërmarrë hapa të rëndësishëm kundër asaj që ka mbetur nga qeveria, megjithse takimi planifikuar Trump-Machado do të paraqes një mundësi për Trump që të ndryshojë gjërat. Washingtoni në mënyrë efektive përgjigjes për çdo akt të diktaturës së vazhdueshme. Zoti Trump ka folur për përdorimin e fondeve të nxjerra nga të ardhurat e naftës të Venezuelës, por jo të kontrolluar nga fraksioni Rodriguez. Kjo është më lehtë ta thuash se sa ta bësh. Më vjen keq që zoti Trump shkatroi Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, e cila ishte e pajisur mirë për detyra të tilla. Apo mendon administrata një autoritet paralel venezuelian të kontrolluar nga opozita për të shpërndarë ndihmat, apo amerikanët në terren
Nuk e dim. Pse të mbështeten qeveritë paralele kur tani punohet për të fuqizuar opozitën është objekt përfundimtar. Në mënyrë të pashmangshme, sa më gjatë mbetet i lartë niveli i rrezikut politik, aq më të ulta janë shanset për investime të huaja. Mungesa e kushteve të sundimit të ligjit është padyshim qendrore në deklaratët e drejtorit ekzekutiv të ExxonMobil, Darren Woods, ndërsa drejtuesit e kompanive të naftës u takuan me Trumpin të premten, se që nga tani Venezuela është e painvestueshme. Kjo nuk do të ndrohet materialisht derisa një qeveri e lirë të sundojë në Caracas. Kina mund të pranojë të merret me një qeveri pas Madurës për të shfrytzuar rezervat e naftës në Venezuelë, nëse kompanitë amerikane refuzojnë të bëjnë investime të reja të konsiderueshme. Prania shumë e rritur e Kinës është një rrezik këtu. Nëse pjesa tjetër e regjimit nuk largohet, pra rreziku kines, thotë Boltoni. Rama kërkon ta fusë në Shqipëri të bëj këshillik të konkurrencë donit madh. Megjithatë, pa të ardhurat nga shitjet e naftës venezueliane dhe më shpejt se sa më vonë, shumica e planit të zotit Trump është thjesht një fantazi. Për më tepër, planet e tij mund të shkaktojnë dëme të mëdha për prodhuesit e naftës argjilore në SBA. Vështirë se shenjë një administrate të supozuar Amerika e para. Nuk ka shmangje të realitetit se pas 30 vite sundimi autoritar, Venezuela nuk mund të shpëtojë një niveli traziras në çdo tranzicion tretër me një qeveri përfaqësuese. Por rruga drejt tranzicionit është tranzicioni. Autokracitë mund të jenë të qëndrueshme, përfshirë mjaftueshëm të qëndrueshme për të mbajtur veten në pushtet. Çfarëdo që i bëri zotin Tam të rrigjej nga opozita, CIA, krahasimet e zonjës Rodriguez dhe zonjës Machado, ma gjepsa që Trump ka dashuri të merret me autoritarët vërtet, ose deja e një marrëveshje të mëdha nafte, ai e keq interpretoi lojën e tij. Zoti Trump të paktën për momentin mund të thotë se beson vetëm një tranzicion të shpejtë që do të jetë efektiv. Por kjo do të kundërshtojë atë që ai kishte thënë më parë. Ndryshimi i kursit nuk ka qenë kur problem kur i përshtatet atij. Në fakt, blokada e naftës dhe fuqia më e gjerë shtrënguese e ushtrisë amerikane janë faktet kryesore që shqetësojnë Rodriguez, ndërsa ata luajnë për të forcuar pozicionin e tyre. Në vend të një valje të dytë të kërcënimit vërtet, duhet një ultimatum i qartë. Largoni me azil në kum brenda disa dritëve. Përndryshe, administrata duhet të inkurajojë opozitën të punojë brenda Venezuelës për të inkurajuar dezertimet nga autoritetet ushtarake dhe civile. Ky është një kurs më rrezikshëm tani se sa nëse do të ishte marrë përpara kapjes Madurës, por më mirë vonë se sa kur. Sipas qasjes aktuale, Trump e ka futur veten në një kuti, pavarësisht disponueshmërisë forcës ushtarake shtrënguese, ai po i dorëzohet paraprakisht miqve të Madurës, duke i lejuar ata të qëndrojnë në pushtet, duke i ndihmuar kundërshtarët e tij të ngrihen nga dyshemeja. Zoti Trump po i ndërlikon dilemat me të cilat përballet pas të gjitha ndryshimeve të regjimit. Është ende e mundur të ndryshohet kursi dhe të këmbgullet që zonja Rodriguez dhe ekipi i saj të largohen tani, pavarësisht nëse u pëlqen apo jo. Koha është shumë e shkurtër. Një qëndrim për ndryshimet e regjimit. Ndërkohë, Wall Street Journal, gazeta brillante e djathtës amerikane, pronë e Murdokut, po që ka nivel tërësisht ndryshe nga Fox News-i propagandistik, ka një editorial që thuhet: Zoti Trump mos përsërit gabimet e Obamës. Obama pa të vënë një vit kuqe, dhe në fakt vija kuqe u kalua.
Trump tha që kam opsionin ushtarak, por dje ka dalë që ne mund të dialogojmë me qeverinë e Iran. Çfarë? Këtë radhë janë ngritur persët dhe po vritën. Nuk janë minorancët, sepse më parë në Iran minorancët qoheshin dhe vriteshin. Duhet ndihmuar Irani. Mbas Venezuelës, ndryshim regjimin Kub, pa diskutim dhe në Iran për të larguar atë trojkën e famshme të anti-amerikanizmit. Ndaj, paralelet janë dhe për Shqipërinë. Vija e kuqe e Ramës që është vënë me kohë. Miliarda dollar të vjedhur. E kanë cilësuar në rjek, shtet mafioz, i bëjnë trysni, dosja me Ganigëll, kaloshin me Kash Patel. Pra, mbreti është lakuriq. Nuk e shpëton dot tre lindat e tij. Dhe duhet ndryshim regjimi, sepse edhe në Shqipëri është regjim, ju a kam thënë, duhet republikë e re. Shkrire gjykatës kushtetuese, shkrire parlamentit, sistemi ri zgjedhor, vendosje, kufizim mandatesh, republikë presidenciale me 2 mandat, deputet jo më shumë se 2 mandate, vetim qilizëm i politikanëve ajdut kusar nga të gjitha anët. Ju falenderoj, ju rikujtoj të shikoni dhe intervistën me Lapaj, i cili thotë jam i gatshëm për çdo koalicion me opozitën, por pa Ramën si faktor, me një qeveri tranzitore, thot Lapaj, pa Ramën sepse ai vjet. Në qoftë se hym në zgjedhje me të, ai merr 100 deputet. Thank you. Kudo në Shqipëri.